qoftë se bëhet fjalë për punë të reja, do me thënë çështje financiare, do hapen dyert të reja për financat tuaja. Në qoftë se bëhet fjalë pastaj për çështje dashurie të cilat kanë mbetur pezull, nuk mund të them që do të rikthehen. Tani i di pse po them kështu se kjo letra nuk ka kuptimin e një princip të kaltër që ka qenë, ka ikur dhe po vjen. Kjo ka kuptimin e një personi që i njihni, me të cilën ke pasur diçka, por që është një gjë që është e kohëve të fundit, jo që ka 10 vite që ka ikur dhe kthehet përsëri papritur. Ky është një person që është ekzistent për momentin, ose që ju keni një farë tërheqje, një farë pëlqimi, por që nuk ka bërë atë hapin drejt jush, edhe mendoj që këtë javë do t'ju japi atë mundësinë për tek ju. Kjo ishte për peshoren. Le të shkojmë tek akrepi. Jemi tek akrepi. Për shenjën e akrep se më do ta lexoj pastaj. Kemi propozim, mundësi të reja, possibility, mundësi, pra akoma dhe hapje të rrugëve të reja për këtë javë. Të shikojmë se çfarë hapje rrugësh të reja kemi. Ok, përsëri doli rrugë, do me thënë rrugë për rrugë, ka ndarë mendje që akrepi ka rrugë. Me shumë mundësi akrepi këtë javë të bëj, ju të shenë se akrepi do bëni një rrugë, diçka që qoftë edhe një udhëtim, një lëvizje, një gjë që do t'ja bëj të kuptoni që ky udhëtimi është një fitore në thonjza e juaj, po ka të kuptimin që ecni përpara. Ose nëse keni hyrë në një punë të re, në një marrëdhënie të re, kjo marrëdhënie ecën, integroheni, kuptoheni me njëri tjetrin, ka një ecuri, domethënë, është një gjë që edhe juve edhe personit tjetër ju pëlqen. Ose nëse bëhet fjalë për një çështje pune, jeni të interesuar, është të bëni një rrugë ose është një punë e cila do t'ju shvendosi diku tjetër, por që do të eci me hapa shumë të shpejt drejt suksesit në këtë kuptim. Se këtu kemi kalorësin e shpatave, që është një njeri që i merr gjërat shpejt, rëmbimthi, po ndonjëherë edhe vepron pa menduar në këtë kuptim. Kjo letra, po nuk ka kjo letra, këto të dyja së bashku kanë kuptimin që te ecësh përpara, të përparosh në mënyrë shumë më të shpejtë se që kishit menduar. Do me thënë gjërat thjesht do vinë, nëse bëhet fjalë për çështje pune, thjesht do vinë një mundësi për një rrugë, për një udhtim, për një një kurs, një diçka të re për të ngritur në detyrë dhe ju nuk do ta refuzoni. E pranoni shpejt e shpejt. E këtu kemi mbretëreshën e shpatave, që është që ju jeni njëri që jeni shumë i drejtë, shumë i përqendruar tek vetja juaj ose te principet tuaja. Po këtu kemi edhe një njeri që jeni pak të ftohtë në komunikim, domethënë i merrni çik gjërat kështu që jam i përqendruar në këtu tani dhe këto pjesët e tjera nuk kanë rëndësi për mua. Nëse bëhet fjalë për çështjet e dashurisë, ndoshta këtu është problemi. Ndoshta sheja e akrepit është interesuar për një person i cili duket i ftohtë nga ana jashtë, duket sikur un jam shumë i drejtë, un jam shumë, si ta them, pozitiv, por un jam edhe një njeri që kam disa kufi dhe nuk të lejoj të ecësh përtej atyre kufive të mia, dhe ndoshta kjo është ajo që do sjelli kjo javë, që ky person që deri tani duket kështu sigurisht është shumë i ftohtë, ndoshta këtë javë juve të shenjtë së akrepit do t'ju japi një mundësi që të ndryshoni gjërat, që t'i ktheni në një variant, si ta them, që të marrë një rrjedh tjetër, një rrugë tjetër dhe shumë më të shpejt nga që kishit pritur. Kjo ishte edhe për akrepin. Të vëmë të shigjetari. Një letër për shigjetari, një javën e ardhshme. Be careful, do not take. Ji kujtesshëm dhe mos merr rrezikshje, i thot shigjetari për këtë javë.
Ok, shigjetari këtë javë ka diçka të në mendje një gjë që të filloj diçka nga e para, sepse kemi këtu të çmendur. Të çmendur, i çmendur është letra 0, nul, fillimi nga e para fare, më shumë një njeri që i zeron të gjitha e thot unë do ta provoj, do provoj një gjë krejt të re. Megjithatë, kjo letër mund të quhet edhe mundësi të reja ose fillime të reja ose një njeri që do të shikoj gjërat me optimizëm ose i shikon gjërat me optimizëm. Po këtu kemi, siç tha dhe kjo letra që ndoshta duhet të prisni, nuk është koha për të marrë rreziqe përsipër. Këtu kemi një mbret të pastunave që është një njeri që është shumë, si ta themi, është shumë i pjekur, por edhe një njeri që shumë i fokusuar në karrierën e tij. Ndoshta ju të shenjën se shigjetarit do lini këtë javë pas këtë personin, një njeri që lider apo një vizionar apo një sipërmarrës, shefi juaj, do ta lini pas këtë personi dhe doni të filloni një gjë të re nga e para, nga zero. Jo se kjo do dali për keq, ajo në fakt mirë del se tek prerja është letra e forcës, që është po ashtu një arkan e madhe, po kjo të thotë që është më tepër, si ta themi, duhet të përqendroheni te forca juaj e brendshme. Një gjë për të filluar nga e para duhet të fillojë nga vetja juaj, nga guximi tek vetja juaj dhe nga këmbgulja juaj e vazhdueshme. Ju doni të nisni diçka ose do të nisni këtë javë diçka nga para, ose jeni duke projektuar një nismë të re për shigjetarin. Sigurisht që kjo nisma do jetë e mundshme, por jo tani. Tani ju duhet të investoni shumë. E keni marrë me entuziazm, ju duket me qef, por ju duhet të investoni shumë. Shumë mund, shumë para. Qofse bëhet fjalë për çështje ekonomike, financiare, një punë të re, një biznes të ri, do t'ju sugjeroja që kjo është një gjë shumë e bukur, po në qoftë se do e merrni pak më ngadalë, në kuptimin sikur ndoshta ky fillimi për shigjetarin të lip pak pasi të kemi hyrë në shenjën e ujorit, se jemi akoma në britsjap tani. Kjo nuk është se i leverdis shumë shigjetarit. Ndoshta kur të hymë në ujor, domethënë në pjesën e dytë të janarit të bënit këto hapa. Qofse bëhet fjalë për çështje, jo se është diçka shqetësuese, po sepse mund t'ju dalin vonesa, gjëra që ja u kthejnë, ju rikthejnë, qofse është e mundur gjithmonë. Jo se nuk bëhet, por do t'ju rikthejnë disa herë, dhe sepse këtu nuk ka humbje, nuk ka asnjë problem. Problemi është vetëm që ndoshta do ja u shtyjnë, do t'ja u rikthejnë gjërat, qofse është fjala për anë financiare ose për çështje dokumentacioni. Qofse bëhet fjalë për çështje dashurie, do të thotë që ju hiqni dorë nga një person i cili ka qenë shumë i përqendruar te vetja, te karriera, që shumë i fokusuar edhe të tregonte anën e tij të mirë tek njerëzit e tjerë, sesa të tregonte dashurinë që kishte për ju, dhe ju mendonin që okay, unë i lë të gjitha këto edhe dua të filloj diçka tjetër nga e para. Ti bëj gjitha zero, do me thënë edhe me forcën time të filloj një gjë nga e para. Po kjo duket edhe sikur për ata të cilët kanë diçka me një person që është punëdhënësi i tyre, që është më i lartë se ata në punë, që është diçka e tillë, atë shigjetarin mund të ndodhi që me shumë mundime, me shumë këmbgulje, shigjetari mund ta rikthejë një lidhje me këtë personin, të cili duket që okay, është i përqendruar në punë, por që mirë, ti fillojmë dhe njëherë gjërat nga e para, do t'i japi dhe njëherë një mundësi shigjetarit dhe do t'i filloj dhe njëherë nga e para. Po siç e thash, për një person i cili është në të njëjtën detyrë me ju, ose që është pak më i lartë se ju në detyrë, njëri që ka diçka në dorë më shumë se ju. Kjo ishte për shigjetarin. Shkojmë te britsjapi. Jem te britsjapi. Për javën që vjen, exciting, një event i lumtur, i kënaqshëm, exciting, si ta përkthej, që ju gëzon. Shikojmë se çfarë gëzon. Britsjapi fillon javën me njerëz që, si ta themi, që janë duke vepruar jo aq
korrektësisht me bricapin, le ta themi, është njëri që është pak mashtrues ose dikush që ka 2 fytyra, 3 fytyra ndonjëherë, një njeri që i vjedh informacion, i vjedh material në këtë kuptim, nga tjetër nga ç'duket, duhet keni kujdes sepse këta janë edhe njerëz që po i thashë theme në këtë kuptim dhe bricjapi që është kjo është mbretëresha e monedhave, është figura tipike e femrës bricjap, është një nën që punon, është një njeri që është shumë i qetë, shumë i përgjegjshëm, një njeri që ka mendjen tek të ardhurat financiare, tek një suport financiar material, një prind që do të garantoj atë të ardhmen ekonomike në familje. Por do t'ju këshilloja siç e thash bricjapit, keni kujdes me njerëzit cilët ju rrethojnë këtë javë ose kujdes kujt ja thoni ato që duhet. Nuk ka humbje financiare. Bricjapi është shumë mirë ashtu siç është në punë, por në çështjet e punës duhet keni kujdes nga personat që ju rrethojnë apo me kë bëni biseda apo kujt ja besoni një diçka, sepse edhe këtu është tata e kupave që do të thotë këto janë vërtet dëshira dhe zgjedhje që ju bëjnë shumë të lumtur, po këto mund të jenë edhe thjesht iluzione të tuajat. Do të thotë, ndoshta ju jeni duke pritur diçka dhe shkoni atë që keni në mendje apo atë që keni planifikuar ja tregoni dikujt i cili nuk i mendon ose nuk është aq dashamirës në drejtimin tuaj dhe mund t'ju prishi punë. Jo domosdoshmërisht se do të ndodhi kjo, po mund të ndodhi. Nëse bëhet fjalë pastaj për çështjet e dashurisë, se bricjapi lë dhe çik pas dore këto të dashurisë. Nëse bëhet fjalë për çështjet e dashurisë, atëherë bricjapi ndoshta është duke i kushtuar më shumë vëmendje punës, le ta themi, dhe e ka lënë personin tjetër pas dore, i cili mendon që këtu tani po i drejtojnë ata që janë me bricjapin së bashku, i cili mendojnë që ose bricjapi ka një tjetër, ose ku e ka probleme, ose ka diçka, një tradhti, një gjë që po ndodh që po më lë pas dorë, por në fakt nuk është ashtu. Bricjapi është në një moment që është shumë i përqendruar në çështjet e tij ekonomike, se për shenjat e tokës që përfshin dimi, bricjapi dhe virgjeresha, në qoftë se nuk janë mirë ekonomikisht, nuk janë mirë as sekundi, që ta dini këtë. Kështu që thjesht pak kujdes këtë javë me njerëzit që ju rrethojnë. Kjo është për bricjapin, jemi te ujori. Ujori për javën që vjen, një letër për ujori. Not back down from conversation. Mos u përkul ose mos u ul poshtë nga njerëzit që të kundërshtojnë, po qëndro e fortë në besimin tënd. Do të thënë, java që vjen pas ka kundërshtime për ujorin. Okej, java që vjen pas ka kundërshtime për ujorin. Ujori javën që vjen mund të ndjehet i trishtuar ose i braktisur ose i zhgënjyer. Mund të ndjehet që rruga të cilën kishte marrë nuk ishte ajo e dura. Nëse bëhet fjalë për çështje financiare, ndoshta juve i keni hyrë një lidhje, financiare, i keni hyrë një pune me një shpejtësi shumë më të madhe se ç'mendonit, keni investuar shumë më tepër dhe po prisni të frutesh shumë më të mëdha nga ajo puna, e cila këtë javë do ta shikoni që nuk po ju jep atë kënaqësinë e dur, ose personat të cilët ju rrethojnë në punë ju kanë braktisur në iniciativët tuaj, ju kanë filluar me një zell shumë të madh dhe pastaj e kanë ndëruar gjatë rrugës, janë tërhequr dhe ju kanë lënë vetëm. Nëse bëhet fjalë për çështjet e dashurisë, është pak a shumë e njëjta gjë. Mund bëhet fjalë për një lidhje të re që ka filluar ose një gjë të re që ka filluar kohët e fundit të merrte për masa të tjera dhe që duket sikur ai personi është tërhequr ose ju ka braktisur. Kjo mund të jetë edhe thjesht mendimi juaj, mund të ndodhë që ai personi thjesht është larguar për një punë diku, apo mund të ndodhi që ai personi thjesht ka nevojë për një farë qetësie sepse i është dukur sikur e gjitha kjo ishte pak shumë shpejt dhe ai nuk po ju ndiqte dot në këtë kuptim, ju jeni shumë më të shpejtë se të tjerët.
Por që doja mos u mërzisni sepse nuk kemi hyrë akoma në shenjën e ujorit. Kur të hymë në pjesën e fundit të janarit, në shenjën e ujorit do ketë ndryshime dhe gjëra shumë të bukura për ju. Lëreni këtë javë të iki. Shkojmë të shenja e fundit që është peshit. Një letër për peshit për javën e ardhshme. Dëshirat familjare që bëhen të vërteta. Të shikojmë çfarë ka peshku për javën e ardhshme. Dëshira që bëhen të vërteta dhe këtu përsëri dëshira që bëhen të vërteta. Është ata e kupave, është një mundësi e cila do t'ju shfaqet qoftë ardhura që financiare që hyn, qoftë mundësi të cilat i keni ndërruar që hyn, qoftë edhe një propozim monetar, një propozim në një marrëdhënie që do të futet. Pse them propozimi, sa këtu pastaj më ka dalë treshi i kupave që është festime për një bashkëpunim, është njerëz që festojnë dhe komunikojnë të lumtur. Këtu është një çështje që më në fund mbaron, mbyllet si kapitull dhe diçka që fillon nga e para, një dëshirë që ju e kishit kërkuar shumë. Këtu janë 3 veta te kjo treshi i kupave, që është një marrëdhënie, domethënë si ta them, bashkëpunimi në punë, që do të thotë diçka që feston një arritje profesionale që festoni, të cilën e keni pritur kaq gjatë që më në fund mbyllet dhe ju sjell të ardhurat që ju nuk i kishit menduar, që këto shkojnë edhe për familjen tuaj. Nëse bëhet fjalë për një çështje dashurie, këtu ka dashuri së shtata, këtu domethënë treshi, këtu ka dashuri gjithandej, është 73 vjet, është mbyllja e një cikli. Këtu ka një marrëdhënie e cila do të çojë një stad tjetër, ose fejohet dikush, ose martohet dikush, ose këtu ka dikë që jetojnë bashkë, ose ja prezanton familjes, ose një marrëdhënie që shkon në një stad tjetër në një çështje familjare, po që duket që peshit nuk kam çfarë të them, se janë shumë të lumtur për javën e ardhshme. Kjo ishte dhe për 12 shenjat. Ju lutem më thoni nëse është kështu më mirë apo është më mirë me ato 2 versionet e ndryshme, si ju pëlqen juve më mirë, dhe një herë në muaj, pastaj vetëm me shenjat. Faleminderit. I lexoj të gjitha komentet tuaja, edhe pse ndonjëherë nuk kam kohë të përgjigjem të gjithave. Ju dua shumë, faleminderit që më ndiqni.